Kam kënaqësinë dhe nderin që në emër të Radio-Televizionit të Kosovës të konsiderojmë të finalizuar punën për një nga projektet më të mëdha dhe më të dashura të institucionit tonë, Festivalin e Këngës në RTP. Kjo është edicioni 3 i festivalit dhe për dallim nga 2 edicionet e para, këtë vit kemi një qasje krejtësisht të re. Gjithçka që do të shihni në skenë është rezultat i punës dhe ideve të përbashkëta të një ekipi jashtëzakonisht krijues. Dua t'i falenderoj me respekt dhe mirënjohje drejtorin artistik Florent Boshnjaku për vizionin dhe profesionalizmin e treguar deri me tani dhe urojmë që të kemi bashkëpunim edhe në të ardhmen. Skenaristin Gen Saliu për frymen origjinale dhe për mbajtjen e ndërtuar me kujdes. Producenten ekzekutive Arta Avdiu për organizimin dhe menaxhimin e mrekullueshëm deri tani. Koordinatorën Gentiana Begolli për lidhjen e të gjitha hallkave krijuese dhe institucionale, skenografën Ves Kraja, e cila ka punuar për estetikën dhe ndjeshmërinë që do ta ndjeni në çdo detaj të skenës së madhe. Dhe sigurisht, moderatorët, aktorët e shquar, Rina Krasniqi dhe Duagjin Podrimaj, që do t'jenë shpirti i këtij festivali. Gjithçka që do të shihni është prodhim i RTK-s dhe kjo ka një arsye të veçantë krenarie. Festivali do të mbahet me datën 6, 7 dhe 8, 3 netët, në sallën e djegur të Pallatit të Rinisë, në mbështetje, mbështetjes së Ministrisë Kulturës, Arsimit dhe Sportit dhe Komunës së Prishtinës. Dhe qysh më pëlqen pak me humor, këtëherë, sikurse e shihni, kemi bashkuar 2 institucionet dhe 2 njerëzit të cilët do të jenë në balotazh. Në të vërtetë, qëllimi i festivalit është po ky. Është pikërisht përbashkimi gjitha ideve, gjitha këndvështrimeve, por për më shumë ky bashkim bëhet përmes muzikës. Përmes trashëgimisë tonë kulturore, që këtë vit gërshetohet natyrshëm edhe me frymën moderne të krijuesve të rinj. Në 3 netët festive në kryeqytet, do të dëgjojmë zërin e artistëve tanë që sjellin një energji të re në muzikën shqipe, që lind nga tradita, por shkon drejt sarmës. Faleminderit për pranimin tuaj dhe për mbështetjen që jepni vazhdimisht muzikës, kulturës dhe RTK-s. Mirë se u takoshim në festival. Krijimi i institucionit nuk është punë e lehtë. Festivali Këngës është krijuar si institucion. Është diçka e jashtëzakonshme, unë jam jashtëzakonisht i lumtur që jam pjesë e krijimit të këtij institucioni. Jam i lumtur që kemi arrit gradualisht me kriju diçka të jashtëzakonshme për këtë vend. Gjithmonë komuniteti artistik e ka pas vërejtje që nuk kemi festivala, po nuk kemi një platformë e cila është e duhuna për me shfaq talentin e tyre. Mendoj që ajo është diçka e të kaluarës. Në këtë moment e kemi një platformë të jashtëzakonshme e cila i mundson artistave të ri, po edhe artistave të cilët janë shumë gjatë në treg. Kemi diçka të jashtëzakonshme si platformë e cila ju ofrohet në aspektin fillimisht artistik, në aspektin teknik, po ashtu një përkrahje e jashtëzakonshme që vjen nga televizioni, po ashtu dhe nga radio-televizioni pra i Kosovës. Është ekip e jashtëzakonshme artistike, një orkestër e profesionistëve, po ashtu e udhëhequr nga profesionistë, gjithashtu ekipe të ndryshme kreative që si vjet
të gjithë vinë brenda për brenda Radio Televizionit Kosovës, kështu që me të vërtet është bo një punë e jashtëzakonshme. Unë e di që ndoshta ajo kërkesa dhe arsyeja që shumë njerëz e presin është Eurosongu, edhe ajo ditë ka me ardhur. Mirë po nëse e shohim momentin e parë kur festivali Kongës është organizu, që ka qenë punë e jashtëzakonshme prej momentit parë, mirë po nëse e shohim me edicionin e tretë është një dallim jashtëzakonisht i madh kuptimin organizativ edhe në secilin aspekt. Kështu që unë mendoj që dita ditës ky institucion është e marrë vetëm, është e bë punën si duhet dhe normalisht kur vjen momenti i Eurosongut ka me qenë shumë ma letë për me u bo diçka që të gjithë e presin. Me dërgu Kongën si ka hije dhe normalisht me i përmbush të gjitha standardet të cilat kërkohen për një ngjarje të tillë. Kështu që si vjet do ta kemi ne gjithmonë kemi thonë do ta bëjmë një festival solid, jo për arsye me qenë ndoshta me galloman ta quaj apo me fol diçka që çka po di unë që ndoshta nuk e blem. Mirë po, mendoj që si vjetë me të vërtet edhe 2 vitet e kalume e kemi të regu që kemi mundësi me bo një ngjarje të jashtëzakonshme kulturore. Edhe si vjetë, për mbajtja artistike, për mbajtja këngëve të cilat kanë ardhur, janë shumë këngë bukura, janë artista tepër të mirë, kemi artista të ri, të cilët për herë të parë ngjiten skenë, po kemi edhe artista të cilët janë pjesë e skenës muzikore, po ashtu do të kemi edhe të ftuar special, të cilë do të shpërndahen në për 3 net, kemi përgatit një program tepër të bukur, normalisht krejt kjo e mendume dhe e lidhun në mënyrën më të mirë me shpirtin artistik të miku tim Gen Salihu, i cili e ka shpirtin edhe mendjen artistike, dhe normalisht që i mendon ato lidhet në mënyrën më të bukur që mundet si skenar me art para publikut. Si vjetë në udhëheqjen e drejtorit të festivalit zotni Rilin Gërvalla, jemi mundu që të përfshihen shumë njerëz të cilët janë brenda për brenda radio televizionit dhe normalisht që ajo mundësi e dhënë të këta njerëz edhe ka dhënë rezultat të cilin mendoj që edhe ju keni me shiju edhe keni me pa. Normalisht për mua është kënaqësi që i kam edhe 2 aktorë të jashtëzakonshëm të cilët me të vërtet, siç e tha dhe Rilindin kanë ja dhënë shpirtin festivalit. Për tjera, flasim vjen. Faleminderit shumë. Për mua është një kënaqësi shumë e madhe, një nder i madh që kem tashmë për herë të tretë në një mënyrë apo tjetër pjesë e këtij festivali. Themelimin e këtij festivali unë kam pas ëndër qysh prej kohës kur kam qenë adoleshent në vitet e 90-ta. Jam jashtëzakonisht i lumtur që tashmë po jetojmë edicionin e tretë të festivalit të Kongës, që është evidente, është se festivali po rritet, edhe ajo vrehet përmes të pjesëmarrjeve që i kemi si vjet. Kemi, si Staf Florenti, po du me përforcu këtë pikë, kemi me të vërtet pjesëmarrje shumë cilësore, qoftë prej këndvështrimit të kompozimeve, qoftë prej këngëtarëve të cilët kanë vendosur me marrë pjesë, për shkak se është rrit besueshmëria në festivalin e Kongës. Sa i përket aspektit përmbajtësor dhe tematik, në diskutim me 2 drejtorët, ne i kemi destilu mas shumë diskutimeve, 2 elemente të cilat kanë me dallu këtë edicion për edicioneve tjera. Njëri është se do të kemi më pak fokus në elemente recitative dramaturgjike, edhe do të fokusohemi më shumë te muzika, edhe te show. Ndërsa një element tjetër, kisha me thonë më i rëndësishëm, i cili besoj se ka me përcjell festivalin edhe në edicionet e ardhme, është një element të cilin do thot ne e kemi identifiku si nevojë që festivali i këngës ta jep një retrospektiv, ta nderojë dhe ta jep një mirënjohje për historinë e fushës së këngës në Kosovë. Më thonë, Kosova ka një histori të pasur të muzikës bashkëkohore, edhe kemi konsideru se jo mjaftueshëm ka qenë kjo e reprezentume në 2 edicionet e para të festivalit,
Prandaj si vjet jemi përmes të mundësive që na jep një spektakël i tillë, jemi tu e kthy kokën mbrapa edhe tu dhënë mirënjohje dhe nderime për krejt që është arrit për gjenerata e paraprake. Kjo zbatohet me elementet ndryshme, domethënë brenda përmbajtjes së festivalit, po e kisha përmend njërin, ne kemi vendosur që prej si vjetë tutje ta ndajmë si festival çmimin për arritje jetësore në fushën e këngës, atë çmim mundet me marrë kompozitori, këngëtari apo tekst shkruesi. Edhe e bukura e kësaj është se trofeu që do të ndahet për këtë çmim do të jetë okarina e artë, të cilën e kanë nda akordet e Kosovës, dhe kjo është një mënyrë e jona për me e dhënë këtë, domethënë mirënjohje për gjeneratat paraprake, të cilat na kanë sjellë deri këtu.